Seanca në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për dosjen e sterilizimit ka dështuar për shkak të mungesës së avokatit të pandehurit Klodian Repaj. Dosja e sterilizimit po gjykohet me procedurë të shkurtuar dhe përfshin 8 të pandehur, për të cilën SPAK kërkon në total 36 vite e 6 muaj burg. Seanca dështoi pasi Dritan Hamitaj, avokati i ish-zëvendësministrit të brendshëm Klodian Repaj, mungoi për arsye shëndetësore. SPAK njoftoi se nuk mund të vijojë procesin në mungesë të mbrojtjes. Për dy të pandehurit kryesor, ish-zëvendësministrin e shëndetësisë Klodian Repaj dhe biznesmenin Lili Rapaj, SPAK kërkon nga gjykata dënimin me 10 vite burg secili. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi do të ulet me 1/3, duke arritur në 6 vite e 8 muaj burg në rast se shpallen fajtor. Për Marsela Serianin, drejtoresh juridike, dhe Sajmir Kadiun, drejtor ekonomik në ministri, SPAK kërkoi 3 vite e 6 muaj burg secili, që përmes gjykimit të shkurtuar ulet në 2 vite e 4 muaj. Ndërkohë, për 4 pandehur të tjerë, përfshirë rektorin e Universitetit Mjekësisë, mjekun Arben Gjata, SPAK kërkoi dënime me burg që konvertohen në shërbim prove. Për Gjatën, kërkesa e SPAK-ut ishte 2 vite burg, që ulet në 1 vit e 4 muaj, të cilët do të kthehen në 3 vite shërbim prove në rast dënimi. Kujtojmë se me 25 qershor, SPAK shpalli pretencën për këtë dosje koncencioni në vlerë 100 milion euro, ndërsa ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj do të gjykohet në një proces të veçantë. Seanca e ardhshme me 1 tetor pritet të vazhdojë në konkluzionet e mbrojtjes, duke i dhënë mundësinë gjykatës të vijojë procesin dhe të vendosë mbi dënimet për të gjithë pandehurit.